ne do të vazhdojmë në studio bashkë me Jetën. Faleminderit për pritjen në radhë të parë. Edhe flasim për peticionin të cilën ju e keni nisë, meqenëse është edhe tema kryesore e kësaj dite dhe ku mundën me gjetë qytetarët. Është online apo duhet dalin dikon me nënshkru? Ne jemi online, momentalisht. Mund të gjejnë të platforma 360. Do të thot në Facebook, në Instagram, po ashtu në gjithë se cilin rrjet social, që është zyrtar që ne e përdorim. Mund të shkruajnë platforma 360, edhe aty e kanë një lloj linku që mund të klikojnë, këtë që ka duhet është të shkruajnë emrin, mbiemrin dhe adresën elektronike apo emailin, edhe kaq mjafton. Do të thotë është thjesht një procedurë më pak se një minutë. Edhe hajde ta bëjmë këtë peticion shumë të rëndësishëm, sepse ka një qëllim më të madh se personalja. Këtë që ka po tentojmë ne me bë, është me kriminalizu prerjen e bimëve, dëmtimin e bimëve, diverzitetit të ekosistemit tonë. Shumë e vyshme këtë informata që na i dha drejtoresha, krenuarja në këtë rast, edhe ti marrim këto informacione, ti rimendojmë, dhe ta kuptojmë sa e rëndësishme është me kthy vëmendjen tek pjesa e mjedisit, sepse ndikon përgjithsisht në jetën tonë. Me këtë peticion e përmenda që dëshirojmë me kriminalizu prerjen e bimëve, kryesisht pemëve, sepse pemët janë ato që prien sigurisht më shumë, por të njëjtën kohë kanë një rol shumë të madh në jetën tonë, për shkak se thithin më shumë dioksid të karbonit dhe lirojnë më shumë oksigjen, janë të prirura me na ndihmu në mënyrën qysh ne frymojmë, do me thënë në përditshmërinë tonë, po ashtu çka po dëshirojmë tjetër, ta bëjmë prerjen apo komplet shkatrimin e qëllimshëm të biodiverzitetit tonë, do thotë si krem, një krem që në botën perëndimore apo në botën ndërkombëtare, sipas ligjeve ndërkombëtare quhet ekocid. Do thotë shkatrimi i qëllimshëm nuk ekziston enda. Ta fusim këtë fillimisht në legjislacion, ta adaptojmë, ta njohim si një ligj apo një nënë dhe ta afirmojmë në një farë forme në të gjitha strategjitë kombëtare të mbrojtjes së mjedisit apo thjesht të mbrojtjes së Kosovës. Ta fusim jo vetëm në pjesën e Ministrisë së Mjedisit, po ashtu edhe tek komunat, edhe tek institucionet e mbrojtjes edhe sigurisë, edhe tek Ministria e Ekonomisë, edhe financave, edhe të gjitha zinxhirit, do thotë, komplet zinxhiri institucioneve, ta njohim fillimisht si term, sepse është shumë i rëndësishëm për komplet mënyrën që ne jetojmë, apo më mirë të themi është mënyrë jetese. Po ashtu, çka po kërkojmë tjetër, një diskutim serioz për çështjen e mjedisit, kështu të janë të përfshirë të gjitha aktorët, jo vetëm institucionet, të jenë edhe qytetarët, edhe organizatat, po ashtu edhe media, sepse ne jemi një zinxhir ku bashkohemi bashk, jemi më të fuqishëm, për të njëjtën kohë mund të bëjmë gjëra edhe më të mira. Mendoj që është koha të diskutojmë për këto tema, sepse Kosova është në një tranzicion shumë të shpejtë të infrastrukturës apo të jetës moderne. Ne nuk duam ta ndalim jetën moderne, por thjesht po e ripërmendim edhe ta ruajmë sigurisht ta ruajmë pjesën e gjalbërt apo pjesën e hapësirës publike që është e gjalbërt. Nuk çfarë zona ka pas më së shumti ndërhyrje, ne e përmendëm kryeqytetin, po në gjitha komunat e tjera dhe ju keni kërku po ashtu edhe që edhe komunat ta kenë fokusin tek e gjalbra. Po, sigurisht që komunat duhet të janë pjesë e këtij zinxhire, sepse vetëm Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e ka legjislacionin në fuqi që merret me mbrojtjen e mjedisit. Komunat dështojnë të aplikojnë diçka, sepse edhe te vetë institucionet relevante që sapo e përmenda, janë disa ligje që bien kundërshtim me njëra tjetrën. Njëra të lejon të ndërtosh pa një strategji apo pa e miratu hapësirën e gjalbërt, dhe një anë tjetër bien kundërshtim që ti nuk ke nevojë
për të pas në projektem të arkitekturës, në procesin e ndërtimit, hapësirën e gjelbërt. Do të thotë dhe vetë kompanit ndërtuese, mandej po hezitojnë, apo thjesht po konfuzohen se cilin den ta marrin më të mishan. Ndërsa institucionet komunale, normalisht nuk po ka një plan, apo një strategji, apo një bashkëpunim të mirëfillt me institucionet në nivel qendror. Dhe kjo sigurisht që është një fatkeqësi e madhe. Nëse e shohim në nivel vendi, po foli për gjithë Kosovën, kemi mbi 300.000 ndërtime pa leje. Vetëm në Prishtinë kemi 50.000 ndërtime pa leje. Dhe kjo sigurisht që është shumë shqetësuese. 30-35% e këtyre ndërtimeve janë të pabanueshme dhe ne po vazhdojmë të ndërtojmë. Për kë po ndërtojmë? Kaq shumë. Ndërsa një pjesë e madhe e këtyre ndërtimeve ende nuk janë të shitura. Dhe ne po vazhdojmë të ndërtojmë. Ka filluar një lloj gare mes kompanive të ndërtimit. Ndonse nuk e ka një plan apo nuk e kanë një arkitekturë të njëjtë. Një ngjyrë të njëjtë së paku ta kanë. Prishtina është bë e hertë, është bë e zëmt. Dhe kjo është mënyra më e mirë, edhe filozofia e shpjegon, edhe psikologjia e shpjegon, që në qoftë se aplikohen këto manovra që shpëndodhin tani në vendin tonë, është mënyra më e mirë për me demoralizu një popull, për me demoralizu një shoqëri, sepse ne nuk po shohim ngjyra, ne po shohim hertë, ne po shohim ngjyra të mbyllura. Ndonë se ka ndonjë ndërtesë aty këto, që ka ndonjë ngjyrë, po thjesht nuk e ka atë hieshin, nuk e ka atë kombinimin që e do qyteti. Ne po kënaqemi, po bëjmë fotografi të ndërtesave, apo të rrugëve, apo të parqeve kur përshkojnë për vizita në shtete tjera. Nësa vendin tonë e kemi lënë këtë gjendje. Kjo është katrahur. Çka prisni me ndodhë me peticionin, në qoftë se nënshkruhet nga shumë qytetarë, a prisni me pas reagim nga ana institucioneve? Gjatë ditës së sotme, ne do ta shpalosim edhe listën e bashkëpjesëmarrësve, të cilët e kanë nënshkruar, që janë organizata të shoqërisë civile dhe aktivist, po ashtu edhe qytetarë të tjerë, të cilët ne kemi dorëzuar edhe do thotë të njëjtin peticion edhe me email tek organizatat të cilat punojnë kryesisht me të drejtat e njerëzit, po ashtu edhe organizatat sociomedisore dhe shumë të tjera të cilat merren kryesisht me politikat e përditshme dhe kemi marrë shumë përgjigje pozitive. Gjatë ditës së sotme do ta shpalosim këtë listë, po ashtu këto organizata do ta shpërndajnë në rrjetet e tyre sociale, sepse ne po flasim për rrjetet sociale sikur të ishte gjithçka, po sigurisht këto janë mjetet të cilat ne sot i përdorim. Edhe janë edhe shqiptarët aty kanë çështjen më të lehtë. E vërtet. Gjatë fund muajit ne do ta dorëzojmë peticionin me listën e personave që kanë nënshkruar tek institucione relevante. Dhe sigurisht, ne nuk do të ndalim me kaq, edhe nëse nuk do të kemi një përgjigje pozitive nga vetë institucionet. Ne do të vazhdojmë të kërkojmë takime koordinuese. Fillimisht po shpresoj që Ministrja e Re e Mjedisit do ta ketë fokusin në këto tema, edhe pse tani së fundmi është zotu se ka ka filluar puna në fakt. E vërtet, ka nis disa projekt ligje dhe sigurisht këto projekt ligje duhet të kalojnë në parlament. Në qoftë se ato nuk e marrin vëmendjen e deputetëve tonë, ato do të ngelen vetëm letra jo konfidenciale me një farë forme. Dhe duhet të merren shumë seriozisht. Çka po ndodh nëpër botë, vetë institucionet apo parlamentet po diskutojnë fuqishëm për çështjen e mjedisit, për çështjen e ndryshimit klimatik. Kosovë ende nuk është diskutuar një çështje e tillë. Dhe ne jemi kryesisht të fokusuar në politika ditore. Politikat ditore të cilat harrohen shumë lehtë dhe nuk janë as të rëndësishme. Ndërsa në qoftë se flasim për çështjen e mjedisit, çështjet e shëndetit, sigurisë dhe ekonomisë, sigurisht këto janë tema shumë të mëdha dhe politikat të cilat e kanë fokusin gjithë qytetaria edhe ata njerëz të cilët nuk dëshirojnë të dëgjojnë lajmet e përditshme. Sepse tashmë po besoj shumica e njerëzve mendojnë që lajmet e përditshme janë një konsum negativ për shëndetin mendor. Dhe në qoftë se kthejmë vëmendjen të këto tema, sigurisht që do të ketë më shumë vëmendje edhe të vetë
nga vetë qytetarët, edhe vedije më të lartë. Patjetër. Atëherë ftojmë qytetarët që me hy në këto platforma edhe me gjetë linkun, patjetër me nënshkru, do të t'i plotësojnë dhënat në fakt, kjo edhe është nënshkrimi për peticion, mënyrë që të reagojnë ndaj prirjes së paligjshme edhe të njihet ekocidi edhe në Kosovë si term ligjor edhe juridik në fakt, në mënyrë që të gjobiten kur bëhen gjëra të tilla të paligjshme. Jeta e di që kemi shumë për me fol, por uroj që të paktën të kemi shprehë dhe ta kemi përçu një mesazh edhe tek qytetarët, sidomos në një ditë të shënuar si kjo. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit për gjitha informatat cilat i keni dhënë ne, shumë kënaqësi me ju pas në studio. Faleminderit shumë për hapësirën, për krajen, edhe vetëm një mesazh për fund. Mos me harru që ne jemi qenie politike, edhe komplet mënyra që ne vendosim, mendojmë, artikulohemi, apo gjërat që i dëshirojmë janë politike. Mos të distancojmë nga politika, çështja e mjedisit është pjesë e politikës. Faleminderit shumë. Edhe juve. Ndërsa ne tani jemi krejt në fund, faleminderit po ashtu edhe shikuesve të cilët kanë qenë bashkë me emisionin sot. Patjetër do të vazhdoni pas recetës së lindjes dhe edicionit të lajmeve të orës 9. Do takoheni me Ardiana në tema të tjera, ndërsa me mua do takohemi nesër nga ora 7. Do të flasim po ashtu për aktivitetet të cilat janë të organizuara për epopenë e UÇK-s, këto data të shënuara, por një fokus të do të ketë edhe zgjedhja e presidentit të vendit. Faleminderit edhe një herë edhe Midea dhe Telkos, të cilët e bëni të mundur realizimin e këtij emisioni. Kënaqësi, po ashtu edhe budikut Avenir, i cili çdo ditë përkujdeset për veshjen time. Takohemi nesër nga ora 7 deri atëherë mirëmbëjtje.